do ketë kushte të përshtatshme, të kontrolluara në të gjitha pikat e hyrjes në doganat në Shqipëri, të cilat janë domosdoshme dhe që sot pothuajse ekzistojnë formalisht ose nuk ekzistojnë. Bashkëpunimi ndërkombëtar është shumë i domosdoshëm. Binjakëzimi me agjenci prestigjioze ka një problem këtu, do ta pranoj. Ky institucion, siç e kemi ngritur ne, nuk ka një traditë të hershme, siç e kanë vendet tjera që e kanë 50 vjeçare, 80 vjeçare. Dhe është e domosdoshme që edhe ne këtu të bashkëpunojmë me institucionet analoge të Gjermanisë, të Kroacisë, të këtyre vendeve që i kemi përreth, për ta bërë institucion sa më performues dhe sa më serioz. Ne, siç kemi shpallur, kemi një program transformues për bujqësinë dhe blegtorinë. Por ky program kërkon me çdo kusht transformimin në fushën e sigurisë ushqimore. Qoftë për tregun e brendshëm, për sigurinë e brendshme, qoftë për eksportin, se lajm më të keq nuk ka për tregun se sa të kthehen eksportet tona. Kthimi i eksporteve është goditje e besimit ndaj prodhimeve shqiptare, të cilat janë shumë të mira, siç ndodhi me turistët. Le të shton shifra këta. Këta janë po vjet absolutisht gjerë në fund të gushtit. Plazhet e Shqipërisë nuk kanë patur kur asnjë të tretën, sepse kërciten çmimet e larta, edhe as lart, po ishte pastaj u përhapa ajo, dhe hajde edhe riktheje mendimin. Kështu që del një herë Shqipëria, 2 herë, 3 herë, lere thot, mos blej atu. Vërejtja dhe sugjerimet tuaja shumë të drejta, departamenti do t'i marrë, do t'i pregadis, do t'i shtoj në projekt dhe ne do bëjmë gjithçka për rivendosjen e sigurisë ushqimore në Shqipëri, duke bërë një luftë me zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe duke vendosur këtë fushë në transparencë të plot, në administrim të njerëzve kompetent, të specialistëve të shquar. Në këtë mënyrë ne bëjmë jetën e qytetarëve të shqiptar më të sigurt, bëjmë gjithashtu edhe prodhimet shqiptare më të pranueshme nga tregu shqiptar, tregu botëror. Made in Albania është krenaria jonë kombëtare për Shqipërinë madhështore.